Bletaria kërkon një kujdes të veçantë në këtë periudhë për shkak të ndryshimeve të temperaturave. Veterineria Aedona Qiriaqi flet për sëmundjet që rrezikojnë shëndetin e bletëve. Më problematikja është nozematoza ose siç gjuhet ndryshe paraliza, si dhe mori është sidomos në disa zona është mjaft problematik dhe gjithmonë duhet mirëmbajtur dhe patur nën kontroll. Në këtë sezon kryhen shumë spërkatje bujqësore, të cilat mund të dëmtojnë ndjeshëm shëndetin e bletëve, ndaj nevojitet kujdes i shtuar. Përgjithsisht ka helmime nga pesticidet, të cilat janë mjaft të rrezikshme dhe të dëmshme për kolonitë e bletëve. Aedona Qiriaqi bën një apel për fermerët dhe institucionet përkatëse që të koordinojnë veprimet në mënyrë që të shmangin dëmet në bletari. E mira është që të fillojnë direkt me trajtimet e nozematozës, të cilat bëhen përgjithsisht në një hark kohor prej një muaj me një hapësirë ditore prej 5 deri në 7 ditësh. Është e rëndësishme të informohen paraprakisht bletarët që të mund të marrin masat mbrojtëse për kosheret e tyre. Qarku i Gjirokastrës njihet për traditën në mbajtjen e bletëve, prandaj kujdesi në këtë periudhë është vendimtar për mirëqenien e tyre dhe prodhimin e mjaltit.